Ka mbaruar koha e gjysmës së masave. Ka ardhur momenti të jetosh gjithçka që Zoti ka përgatitur për ty dhe ta derdhësh mbi to. Stërvitu veten për të zgjuar këtë brez. Stërvitu dhe gjej sërish pasionin bashkë me shpirtin e shenjtë. Stërvitu që mrekullit të bëhen stili yt i jetës. Stërvitu që mbi natyra të bëhet diçka natyrale në jetën tënde. Stërvitu që të jesh gati dhe të sjellësh qiellin në tokë. Empor 2025, viti i trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Ja ku jemi, tani do t'ju tregojmë disa histori dhe do të shohim një video. Ja ku jemi. Sigurisht që nuk ishin të gjithë, ishin vetëm disa nga njerëzit, pra thjesht mora pak ashtu, që të mos zgjatej shumë. Sot jemi saktësisht në 78 kisha. Në këtë kohë vitin e kaluar ishim në 72.
po vrapojnë kundër kohës sepse e dinë që Jezusi do të kthehet dhe ne duam të predikojmë Ungjillin në gjithë Europën, në të gjitha kombet ku Zoti do të na mbjellë. Amin. Dhe shpresojmë që ndoshta nesër të jesh pikërisht ti ai që do të shkosh diku, të hapësh një kish ose të fillosh në shtëpinë tënde. Një super grup që flet për Jezusin me miq dhe të njohur të tu, në mënyrë që njerëzit të mund të vinë te Krishti. Amin. Në vitet e 60 filloi lëvizja karizmatike edhe mes të gjitha denominacioneve më tradicionale, ku nuk flitej në gjuhë, nuk kishte lëvizje të Zotit, shërim mes presbiterianëve, metodistëve, etje. Në vitet 70 fillon lëvizja karizmatike brenda botës katolike, ajo që quhet rinovimi karizmatik. Një grup të rinj në një universitet amerikan njohin një grup pentekostalësh që lutën në gjuhë, bëjnë shenja, mrekulli, çuditëra dhe thonë, edhe ne duam këtë. Dhe fillon një zgjim edhe brenda kishës katolike. Më pas do të gjejmë disa persona, disa figura që Zoti i ngren në këtë periudhë nga Eslej deri te Jon Giço, të cilët i rikthejnë kishat në shtëpi, pra sepse cili ishte modeli biblik. Ata ndanin bukën në shtëpi dhe mblidheshin në tempull. Dhe kështu nga viti 1720 e deri te Jon Giço, i cili tashmë ka ndëruar jetë, një zotëri që nuk është më. Nisin atë që quhet lëvizja e qelizave, ne e quajmë Life Group, pra lutemi dhe besojmë që Zoti mund të përdorë të gjithë njerëzit. Po, kemi pastorët, apostujt, profetet, por të gjithë njerëzit mund të përdoren nga Zoti, mund të shërojnë. Shkoni në përgjithë botën, predikoni Ungjillin, padëzoni, shëroni të sëmurët dhe kjo është për të gjithë dishepujt. Nuk është vetëm për disa. Amen. Me të mirat dhe të metat tona. Edhe apostujt kishin të mirat dhe të metat e tyre dhe të gjithë po vraponin drejt shenjtërimit të tyre. Amen. Prandaj edhe ne, thoni edhe ne. Kemi kishën tonë në atë që ne e quajmë Life Group. Pra, kisha është e madhe të dielën kur ne mblidhemi këtu, që është ajo që ne e quajmë tempulli. Dhe pastaj gjatë javës ne kemi shtëpit ku lutemi bashkë, rritemi bashkë dhe kemi shtuar edhe një pikë tjetër që gjendet në Bibël, që është mentori. Për shembull, apostulli Paul ishte mentor i Timoteu. Nuk përdoret ky emër, por quhet biri im në besim. Pra, nuk jam baba jut, sepse ka njerëz që thonë si jo, nuk jam baba jut shpirtëror. Vazhdoj të kem një baba, një nën. Do të thotë që të prezantoj në besim, të ndihmoj të rritesh shpirtërisht. Titi ishte një dishepull i Paulit. Josuel ishte një dishepull i Mojsiut. Eliseu ishte një dishepull i Elis. Është dikush që po vrapon dhe që të ndihmon të futesh në botën e besimit. Çfarë është një grup jete? Është një vend ku lutemi, por nuk është një grup lutjeje. Studiojmë Biblën, por nuk është një studim biblik. Kujdesemi për dishepujt, por nuk është një grup dishepullimi. Ka kujdes për shpirtin, por nuk është një grup për kujdesin e shpirtit. I japim mbështetje njerëzve, por nuk është një grup mbështetjeje. Bëjmë festa dhe ham, por nuk është një mbledhje shoqërore. Lëvdojmë dhe i japim rëndësi fjalës, por nuk është një shërbes. Çfarë është? Është një stil jete, është një kohë ku ne jemi të krishterë së bashku, ham, studiojmë, flasim, lutemi për njëri tjetrin. Është një stil jete për të rritur besimin së bashku. Në rregull, zhvillohet një herë në javë dhe personat që marrin pjesë janë një që udhëheq, të cilin e quajmë Life Leader, pastaj është një që ne e quajmë Timote, që është personi më besnik dhe do të shumë fishoj, një që mban shënime, një që merret me ofertat, personi që jep shtëpinë dhe dikush që menaxhon kohën e adhurimit. Pastaj një herë në muaj ne bëjmë diçka që quhet Live Sharing. Për ata që nuk dinë anglisht, është një kohë bashkësie. Çfarë bëhet në këtë Life Sharing? Merrem një i tjetrit. Në thelb kemi disa rregulla. Ajo që themi në Life Sharing,
kur unë hap zemrën time para dikujt, nuk duhet të shkoj vërdall dhe të tregoj asgjë nga ato që ajo person më ka thënë. E di që disa nuk e bëjnë këtë sepse kanë gjullë të dy fish, por kjo nuk është ajo në të cilën besojmë ne. Kur njerëzit na hapin zemrën, ne duhet të lutemi për atë person dhe është një moment kur ne bëjmë darkën e Zotit në shtëpi, që e quajnë darka e shenjtë, ndajmë bukën me ata që tashmë kanë pranuar Jezusin. Janë pagëzuar dhe ndajnë si në kishën e parë të krishterë. Dhe aty brenda është dishepullimi, pra një person që kujdeset për tjetrin dhe e ndihmon të mësoj fjalën e Zotit. Por ai që më mëson mua nuk është i përsosur, askush nuk është i përsosur. Ndërkohë që unë po të mësoj ty, Zoti po punon në një fushë të jetës sime. Ndërkohë që ti po mëson dik tjetër, është një luftë mes të varfërve, apo jo? Thuajeni, apo jo? Një luftë mes të varfërve, sepse unë ndoshta jam shumë e mirë në diçka ku ti je shumë i dobët, ti ndoshta je shumë i mirë në diçka ku unë jam shumë e dobët. Pra, mësojnë së bashku, por ndoshta personi me pak më shumë kohë në besim, sigurisht nuk duhet të ketë asnjë gjykim. Njerëzit duhet të kenë kohë, thoni si, kohë për të ndryshuar, për të marrë vendimet e tyre. E di që ndonjëherë edhe me kishën tonë, disa nga tanët që kujdesen për dikë sa po vjen, thonë, mjaft Diego, ndodh kjo ja, kjo nuk është ajo në të cilën besojnë. Është e vërtet që njerëzit duhet të ndryshojnë, por ne duhet të japim fillimisht kohë të njohin Jezusin dhe pastaj, dal nga dal, të rregullojnë jetën e tyre. Sepse këtu, nëse shikon, nuk janë të gjithë shenjtor. Këtu ka plot ish bandit, ndoshta edhe nëse thua ish bandit, nuk e di ish bandit, ka ish çdo gjë, amen. Disa vite më parë erdhi një djalë në kishën tonë që sot është pastori ynë në Villa Veglia dhe ai kishte një problem të madh me alkoolin. Dhe ai shkoi te pastori Giulio si për të thënë, e di, vinte një botë alkooli. Pastori Giulio i thot, mos do të jesh më i mirë se ne? Unë 20 vjet me kokainë, tjetri në burg, nuk është se erdhe ti tani dhe je mëkatar më i madh. Pra, qetësohu. Jezu Krishti, kur hyn në jetën e dikujt, ai e transformon. Nuk jemi ne që i transformojmë njerëzit, amen. Prandaj, le të ndalojmë së drejtuari gjishtin ndaj njëri tjetrit, askush nuk duhet të drejtojë gjishtin ndaj tjetrit. Duhet të ndihmojmë njëri tjetrin të dalin nga problemet tona. Kush ka pasur një jetë më të vështirë, kush më të lehtë, nuk ka rëndësi. Dhe shikoni mua, se cili ka kohën e vetë ka njerëz që thonë, unë erdha sot dhe nesër nuk pija më duhan, lavdi Zotit. Ka të tjerë që duhet të shkojnë në një komunitet. Se cili ka rrugën e vetë në përputhje me vendimin e ti, në përputhje me jetën e ti. Çdo person është një person, amen. Është si ai që thotë, për mua është e lehtë të dobësohem, shiko, isha i shëndosh, bëra një dietë, humba 30 kile. Dhe tjetri thot, prej 30 vitesh përpiqem të humbas një. Sepse njerëzit janë të ndryshëm. Amen. Thuaj, njerëzit janë të ndryshëm. Ndoshta ti e ke të lehtë të ndalosh së ngrëni, por nuk kontrollon atë gjuhën tënde të dy fish, ndërsa tjetri ka një gjuhë më të mirë, por e ka të vështirë me ushqimin. Secili po bën luftën e vet, amen. Secili po vrapon për të fituar. Këtu nuk ka askën që ka arritur, përfshirë edhe mua. Tani le të shohim vetëm disa gjëra të tjera. Pra, është një marrëdhënie, nuk kthehem mbrapa, stil jete i besimtarit, të qëndrojmë bashkë për të përmbushur mandatin e madh. Ne jemi bashkë për të rritur dhe për të mësuar të predikojmë fjalën e Zotit dhe për të ndihmuar njëri tjetrin të shërohemi. Amen. Kush ka fëmijë këtu, sa herë ke mësuar nga fëmijët e tu edhe kur ishin 3 vjeç? Prandaj edhe një person që kujdeset për tjetrin nuk duhet t'i shohë njerëzit nga lart, sepse mund të mësosh edhe nga një fëmijë. Pra, unë të mësoj ty, por në disa gjëra ndoshta je më i Zotit se unë dhe do të më mësosh në atë gjë. Është një shkëmbim besimi, ndihme, amen. Mund të vazhdosh përpara.
Ok, cilat janë ndryshimet mes një grupi jete, life group dhe një kishe? Kisha pa veprin dhe kisha me një grup jete është bashkësim me njerëzit, është ngjarja më e rëndësishme që kemi. Ndërsa kisha që ka vetën grupe është një kishë me shumë aktivitete dhe një nga aktivitetet është mbledhja në për shtëpi. Për ne, mbledhja në shtëpi është thelbi, sepse kisha është e madhe dhe nuk mund të njihemi të gjithë me të gjithë, por në një grup të vogël mund të lidhemi, jo vetëm të lidhemi, por edhe të përplasemi ndonjëherë. Emri i tyre është vëllezërit Lima. Atëherë unë vi tek ti dhe të them diçka që ti nuk do ta dëgjosh. Kush ka dëgjuar ndonjëherë diçka që nuk do ta dëgjojë? Askush nuk i do pasqyrave. Dhe kështu dikush të thotë, shiko se po flet shumë. Ka nga ata që thonë, flas shumë, nuk vi më. Njerëzit që duan të ndryshojnë përballën dhe duhet të falenderosht kur dikush të korrigjon, nëse të korrigjon me dashuri. Thuajeni si është me dashuri, që nuk është kështu, ti e kështu, por është, kam vënë re që ndoshta ke këtë të medh, duhet të përmirësohemi. Nëse ti sheh që me dashuri falenderon, thot unë dua të përmirësohen. Unë dhe barin themi, sepse edhe unë kam barin themi, gjithmonë u kërkoj, u them, mos lini asgjë të kaloj pa u vënë re. Nëse shihni diçka në karakterin tim, në mënyrën time të folurit, më korrigjoni ju lutem, sepse unë dua të jem si Krishti. Amin. Dhe të gjithë ne duhet të vrapojmë për këtë. Amin. Tani do t'ju tregojmë përsëri, ja, se i formon të Jezusi dy shepujt e tij. Pra, si duhet vepruar. Të kalosh kohë me ta, të jetosh me ta, të jetosh në transparencë dhe të jetosh në misi. Thuajeni si është të jetosh në transparencë. Përsëri në transparencë. Askush nuk mund të të ndihmojë nëse ti jeton duke gënjur. E drejt, këtë nuk e them vetëm unë, kisha, do ta thot edhe psikologu, mjeku, kushdo që do të çlirojë nga droga. Sepse nëse ti vazhdon të thuash, unë nuk përdor kur drogë, unë nuk kam probleme me alkoolin dhe i ke, shërohesh apo nuk shërohesh. Cila është rregulla e parë për një të alkoolizuar? Të pranosh që kam një problem me alkoolin. Cila është rregulla e parë për dikë që do të dobësohet? Të pranoj që ka një problem me ushqimin. Cila është rregulla e parë për një gjullë të dy fish? Të pranosh që unë flas keq për njerëzit. Derisa ti vazhdon të rezistosh, askush nuk mund të të ndihmojë. Dhe kur ne e pranojmë parafim, Zot është e vërtet, kam nevojë për ty. Dhe mund të them këtë edhe një shoku, është e vërtet, kam një problem me pornografin, më ndihma. Por pastaj më vjen turp. Nuk na erdhi turp të flisnim keq për të tjerët, të shkonin në shtrat me gjithë botën, të vidnim, të mos paguanim taksat. Tani të vjen turp të jesh i shenjtë. Si është kjo po? Kam pasur 20 gra, por tani kam problem të them që kam problem me pornografin. Po kur kishe 20 gra, nuk të vinte turp. Është e pabesueshme si dikush hyn në kishë dhe pastaj fillon me turpet. Absolutisht jo, dhe askush nuk duhet, thoni siç është, askush nuk duhet të gjykojë askënd. Sepse nëse ti gjykon kur unë të hap zemrën time, nesër nuk të hap më. Amin. Duhet t'i ndihmojmë njerëzit të dalin me Jezusin nga gjithçka ku janë futur dhe ende nuk kanë arritur të dalin. Jemi këtu që të ndihmojmë njëri tjetrin. Amin. Le të shohim pak si është struktura e qeverisjes së kishës sonë. A e shihni? Disa më kanë thënë, po është piramidale. Kam thënë po, por përmbys. Është një piramid me majën poshtë. Sepse fillon me mua, pra kisha fillon me 3 persona, sidoqoftë unë kam pastor. Unë kujdesem për një ekip që pastaj kujdese për një ekip tjetër dhe vjen nga poshtë, sepse ne jemi këtu për t'i shërbyer njerëzve, nuk jemi këtu për të sunduar mbi ta. Për këtë arsye më pëlqen ideja e një piramide të përmbysur, ku i pari është shërbëtori më i madh nga të gjithë. Pra, ne shërbejnë. Pastaj janë mbikëqyrësit që janë persona që mbikëqyrin shumë grupe life.
Janë edhe drejtuesit e grupeve relife, që janë ata që kujdesen për grupet në shtëpi, mentorët dhe të gjithë anëtarët që ne duam që të bëhen të gjithë shërbestarë bashkë me ne. Amin, e kemi treguar edhe herë të tjera, tani do ta tregojmë. Dua vetëm t'i ftoj, nuk janë të gjithë këtu, disa janë në New York, si PS. Pastori Ponte Stefi ose të tjerë, por dua t'i ftoj të ngrihen të gjithë pastorët që janë të pranishëm bashkë me ekipin apostolik që janë këtu. Ja, jepini një duar trokitje dhe falenderojini. Për shërbimin që bëjnë, disa po predikojnë diku tjetër. Faleminderit, mund të uleni. Tani do të doja që të ngriheshin të gjithë life leaders, përfshirë edhe ata të ekipit që janë life leaders dhe kujdesen për një grup në shtëpi. Ja ku janë, shumë faleminderit. Njerëz që kujdesen për të tjerët perfekt. Tani do të doja që të ngriheshin të gjithë mentorët që kujdesen për dikë tjetër. Ngrihuni në këmbë, njëri që ndihmon tjetrin të rritet. Të gjithë në këmbë. Shikoni sa shumë njerëz po përpiqen të ndihmojnë njëri tjetrin të rriten, të gjitha moshat. Shumë të zallë. Këtu janë të gjithë lifet tanë, si që ju kemi thënë edhe me lifet të tjera. Nëse nuk je këtu, shiko një afër shtëpisë tënde, ka edhe pretensë që janë fëmijët deri në 14 vjeç. Shikoni sa shumë grupe ka në për shtëpi, vazhdo në tej, nëse do të kesh nevojë për dikë dhe dëshiron të gjesh një nga këto grupe që luten me ty dhe të kesh dikë që të jetë mentori, pra dikë që të ndihmoj të rritesh. Duke dalë sop në një mënyrë të veçanë, do të jetë aty shërbimi i pritjes me pastoren Lili, e cila ka të gjitha adresat dhe ti do të thuash unë jetoj në këtë zonë të qytetit, me siguri ka një afër teje, edhe nëse banon jashtë Milanos. Me siguri ka një grup afër teje dhe ti mund të bësh pjesë e tij pa asnjë problem. Amen. Pastaj, si bëjmë që të rritemi? Thoni kështu, si bëjmë që të rritemi? Pra, bëjmë kështu, kam ardhur në këtë kishë. A më ka folur dikush për Jezusin? A ja kam dhënë zemrën tim me Zotit? Më kanë thuar me njëherë të shkoj në një nga këto grupe në për shtëpi dhe kanë vendosur ditë që do të më ndihmoj të lexoj Biblën, të rritem, të njoh kishën. Me njëherë pas kësaj, ne do të kemi diçka që quhet rritrimi start. Më trego si është. Tërhiqem. Ja, rritrimi start është rritrimi i parë që ne bëjmë në kishë. Është një fundjavë ku flasim për jetën shpirtërore, për faljen. Një herë kam bërë një rritrim dhe ishte një qerese me një listë. Thot, po çfarë është kjo listë? Po telefonoj të gjitha ata që u kam bërë keq. Një herë, imagjinoni, një zonjë gjatë një rritrimi start telefonoi një burrë që i kishte kërkuar dorën 10 vjet më parë dhe ajo nuk i kishte thënë as po, as jo dhe e gjepi në telefon. Më fal që nuk të kam kthyer përgjigje. 10 vjet kanë kaluar. Dhe ai, mirë, tani jam martuar me një tjetër. Por ajo thoshte, kjo gjë më ka mbetur këtu. Është një tërheqje. Unë e quaj pastrimi i pashkës, ku përballesh me fjalën e Zotit dhe nxjerr të gjitha gjërat, të gjitha tëmetat e jetës tënde, për të filluar një rrugëtim me Zotin. Pas kësaj kalon pak kohë dhe ka një rritrim tjetër që quhet Nes. Ky rritrim do të mësoj si të kujdesesh për njerëzit. E bëm pas rreth 6 muajsh që ke bërë tjetrin ose pak më shumë. Dhe nëse je tashmë një person që po ecën me Zotin, në këtë rritrim do të ndihmojnë të kuptosh çfarë do të thotë të kesh një atësi ose mëmësi shpirtërore. Ndërkohë kemi disa konferenca, një prej tyre e keni parë tashmë në videon që kemi publikuar dhe kjo është konferenca jonë vjetore që quhet Dhone Konference, e cila këtë vit do të mbahet në Teatrin Repor, aty ku është forumi i Asagos. Dhe do të kemi, nuk e di nëse kemi këtu disa të ftuar, do të kemi Mike Signorelli, Dan Dutz, Jos Majorquin, Marko Sed dhe Samet Maurice, pastori i kishës më të madhe në Egjipt, të cilin do ta shtrojnë tani. Do të jetë fantastike. Regjistrohuni sepse vendet janë të kufizuara.
Të premten në mbrëmje, përhapeni fjalën për miqtë tuaj nga Amerika Latine, sepse do të ketë një koncert nga Marco Set. Nuk është koncert, është një natë vetëm adhurimi që do të jetë jashtëzakonisht e bukur. Ai është një nga njerëzit që Zoti përdor për të folur për leadershipin, por edhe për të sjellë adhurimin në mbar botën. Kush ka adhuruar Zotin me Marco, se të di që do të jetë e mrekullueshme. Tani do t'ju tregojmë edhe një copës nga njëra prej konferencave tona. The overflow of your faith, që është thembushja e besimit tënd, mund të mos ndryshoj vetëm këtë kohë, por edhe kombin tim. Gjëja e bukur kur ti e sheh Zotin me çdo gjë, që nuk kërkon më fajtorin, por kërkon Zotin. Gelli lufton për të mbajtur dhe për të quar sa më shumë njerëz në therr, ndërsa ne jemi këtu të vendosur për të quar sa më shumë njerëz në parajsë. Shko te biblioteka e fikit. Është për këtë arsye që jemi në një kishë. Është për këtë arsye që jemi në një kishë, sepse dhurata jote është e rëndësishme. Por kur bashkohet me dhuratën e atij që është pranë teje, ky pusle bëhet i plotë. Dhe fuqia e Zotit është aty për të gjithë ne. Prandaj le të shkojmë të ndajmë lajmin e mirë të Jesu Krishtit. Amin. Ja ku jeni. Kjo ishte ajo e vitit të kaluar. Vitin e kaluar nuk ishim më vend këtu, sepse vinë njerëz nga të gjitha kishat tona, nga të gjitha kombet. Këtë vit në mënyrë të veçantë do të vinë edhe të gjithë ata nga Peruja, Kolumbia, Brazili. Pra, do t'i kemi të gjitha kishat tona nga i gjithë bota të mbledhura bashkë. Kemi marrë një teatr që është pranë forumit të Asagos, nuk duhet ta humbasësh këtë takim, është gjithmonë i mrekullueshëm. Pastaj do të bëjmë një agjërim së bashku për 21 ditë si kishë. Dhe tani dua të tregoj të gjitha zonat që ka kisha. Dhe tani do të ferras Karolinën, sepse do të shkosh atje t'i njohësh. Po e bëj shpejt, shikoni, kemi Sabot Busines, Zgjidh Jezusin, Humanitarian Projekt, Restu Elife, që janë këto vajza. Duart rokitini, sepse janë gjithmonë këtu për të kujdesur. Faleminderit Zotit që ato luten shumë që të mos jemi keq, por ato kujdesen për shëndetin tonë. Pastaj është Angar 28, shërbimi i rendit, personat që ju presin, mikpritja, identity për ata që kanë probleme me identitetin dhe jo vetëm, Sabot International Film Festival, Shizen Family, që merret me fëmijët dhe familjet. Stronger, një lëvizje për të ndihmuar njerëzit të mos abortojnë. Polic që sapo. Është hapur që do të jetë kjo shkollë e politikës e Krishterë, dhe sot ne kemi këtu dikë që do t'ju flas për këtë. Fathers, grupi i tërve, Kristian Bilingual School me pastoren Rosita, fundraising për të mbledhur para për projektet tona sociale, Freedom Life, që është një projekt për njerëzit që kanë probleme me alkoolin, gratë pa make up, një lëvizje për të ndihmuar gratë të rriten, të shërohen, Sabot Box, që bën libra dhe dyqan. Që është ajo që shihni atje, prayers, lutja, burrat pa mask, që është pastori Nige që e drejton, Sabot International, të gjitha përkthimet e librave të ndryshëm, Hearts, kujdesi për shpirtin, Soms, prodhimi, ekipi. Të gjithë djemtë që janë atje pas skenave duke punuar. Në pajisje të ndryshme, Hearts Emotional School me pastoren Diana Antonella.
Pastaj kemi Holy Kleanind që janë djemtë që pastrojnë kishën e Vërteta Italia, që është një program i tërë për njerëzit që hynë në botën e punës. Artet që janë brenda. 139. Një projekt për shkrimtarët për filmat për artin vizual dhe për kërcimin Mjëqenia Sabot Academi. Në media kemi Honorive Projekt, një projekt për shkollat Purec Culturë. Kultura e pastërtisë, Sabot Parental Asistance. Faleminderit. Të gjitha këto do t'i kemi të shpërndara në përkishë sot, që ti të mund të zbulosh se cilën prej tyre. Empor 2025, viti i trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror.